Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show përmes kanalit tim në YouTube channel. Dua t'ju informoj për disa vendime politike që qeveria angleze ka marrë së fundmi për emigracionin. Qeveria britanike ka njoftuar se do të shtyjë periudhën për aplikimin për leje qëndrimi të përhershme deri në 10 vjet për refugjatët. Ky vendim vjen në një kontekst ku qeveria po përpiqet të forcojë kontrollin për migrimin dhe të adresojë sfidat e sigurisë kufitare. Dhe nga ana tjetër, qeveria ka vendosur të pezullojë përkohësisht aplikimet e reja për një skemë që lejon refugjatët të sjellin antar të familjes së tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas rregullave të reja, për të sjellë një antar të familjes, individët do duhet të arrijnë të ardhura minimale prej të paktën 29.000 në vit, si dhe të ofrojnë akomodim të përshtatshëm. Për më tepër, antari i familjes që do të vinë në Mbretërinë e Bashkuar mund të ketë nevojë të tregojë një nivel të caktuar anglishte, duke rritur kështu barrierat për ata që synojnë ribashkimin. Vendimi për të shtyrë lejen e përhershme deri në 10 vjet për ata që kërkojnë statusin e qëndrimit, nga ana tjetër, do të thotë se ata që aplikojnë do të jenë në presion të plotësojnë një sër kriterësh, përfshirë punësimin dhe njohuri gjuhësore. Kjo qasje sinjalizon një politikë më të rreptë ndaj refugjatëve dhe migrantëve. Ky njoftim vjen në një moment kur parlamenti është rikthyer pas një vere të trazuar, gjatë së cilës qeveria është përballuar me kritika të shumta për përdorimin e hoteleve për migrantët që mbërrin në anije të vogla. Përdorimi i hoteleve për të akomoduar ata që arrijnë në Mbretërinë e Bashkuar ka ngritur shqetësim në opinionin publik dhe ka thellëuar shqetësimet për politikat e qeverisë ndaj migracionit. Pezullimi i aplikimeve për ribashkimin e familjeve të refugjatëve dhe shtyrja e periudhës për aplikimin e lejes së përhershme deri në 10 vjet janë masa që përforcojnë qasjen e qeverisë ndaj kontrollit të kufive dhe migracionit, duke e bërë procesin më të vështirë për ata që kërkojnë të ribashkohen me familjet e tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Pritet që këto vendime të kenë implikime të mëdha për refugjatët dhe për politikat e ardhshme të migracionit në vend. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube Diaspora Reality Show by Linda.